Jemi sërish bashkë tani miq për të vazhduar me një bisedë tjetër në studio. Do të flasim sot bashkë me një avokate, do të flasim me avokaten Erzana Shehu Mazreku, të cilën e kam në linjë direkte besoj tani, për librin e saj, Dashuri dhe dhunë, por jo vetëm, edhe për dokumentimin e rasteve të dhunës në përgjithësi, pikërisht nëpërmjet formave të ndryshme. Qofse e kam në linjë Erzanën, mirëmëngjesi Erzan. Mirëmëngjesi Rita, faleminderit shumë për ftesën, ndjehem e privilegjuar që sot marrë pjesë në emisionin tuaj, edhe sa do pak përmes shpjegimeve që do t'jap do të kontribojnë në vetëdijsimin e shoqërisë në përgjithësi. Shumë faleminderit ty që ke ndarë kohën ti sot pjesë e emisionit të mëngjesit në televizionin Alsat. Unë do kisha dashur të fillojmë ndoshta nga puna jote e përditshme, ti je avokate. Si është situata në përgjithësi nga ajo që ti sheh me rastet e dhunës në Kosovë? Në Kosovë, tash nuk dua të lëshohem edhe në statistika, për shkak se nuk kam edhe informata shumë të mjaftueshme për statistikat që janë momentalisht edhe për vitin 2024 dhe 2025. Mirë po, rastet e dhunës në familje, sidomos në komunën e Prizrenit, janë jashtëzakonisht të larta, që janë paraqitur, si në aspektin e dhunës fizike, po ashtu edhe në të dhunës psikologjike. Tash nuk di nëse do të mund të flasim edhe për vetëdijsimin e femrave të cilat e paraqesin rastin në polici, por edhe çështjen e prokurorisë të cilat menjëherë pas paraqitjes së rastit paraqesin kërkesa për caktimin e masave të paraburgimit dhe dënimin e personave të tillë. Ndërsa në aspektin e politikës ndëshkimore, në cilësinë e avokates mundem të thonë që nuk jemi edhe shumë e kënaqur, për shkak se kemi shumë persona të cilët janë recidivistë, përsëritës të veprave të njëjta penale, dhe që ndaj tyre shqiptohen dënime me kusht, dënime me gjop, të cilat në një farë mënyrë nuk mund të ndikojnë në risocializimin apo përmirësimin e tyre. Kështu që sa i përket paraqitjes së rasteve janë vazhdimisht në rritje. Duke e krahasuar me vitin 2024, në vitin 2025 kemi edhe më shumë rritje në paraqitjes së rasteve, dhe kjo jo vetëm nga bashkëshortet, por edhe nga anëtarët e tjerë të familjes. Sepse dhuna në familje nuk nënkupton vetëm dhunën që ushtrohet nga ana e bashkëshortit, ndaj bashkëshortes, po edhe nga ana e fëmijëve ndaj prindërve, prindërve ndaj fëmijëve e kështu me radhë. Do të thënë, nëse e krahasojmë me vitin 2024, në vitin 2025 tani jemi në gjysmën e vitit 2025 dhe kemi rritje, por që unë nuk mendoj që edhe dënimet, po edhe çështjet e paraburgimeve të cilat janë duke u caktuar realisht në Kosovë nga ana e gjykatave, nuk janë përmirësues të kësaj gjendje. Duhet të ekzistojë një vetëdijsim, duhet të ekzistojë një ndryshim mentalitetit të shoqërisë, por njëkohësisht edhe përkrahje të familjeve që duhet ju ofrojnë sidomos grave të cilat nuk kanë mbështetje financiare dhe nuk janë të pavarura financiarisht. E qartë. Ti punon me rastet e dhunës, Erzan, dhe cili ishte motivi kryesor për librin i cili doli në dritë pas një pune besoj të gjatë me këtë çështje, sepse duhet të jesh motivuar nga diku? Po Rita, unë punoj me rastet e dhunës në familje. Jemi edhe avokat të cilat caktohemi ex officio nga ana e shtetit për personat që nuk kanë mundësi financiare që të angazhojnë një avokat me mjeteve tanake financiare. Qëllimi kryesor që unë më ka motivu realisht që ta shkruaj këtë libër është që të njoftohen edhe gjyqtarët, edhe prokurorët, po dhe të gjithë njerëzit me përjetimet e femrave të cilat janë viktima të dhunës në familje, sepse në këtë libër realisht parashihet, domethënë në mënyrë kronologjike nga nga fëmijëria e atyre femrave deri tek dita kur ata femra kanë marrë guximin që ta denoncojnë dhunën. Qëllimi kryesor i saj është që në mënyrë më të thjeshtë, të rëndomt, në mënyrë popullore ta kuptojnë njerëzit se çka përjeton një grua si viktimë e dhunës në familje nga ana e bashkëshortit apo anëtarëve të familjes së burrit. Frymëzimi kryesor ka qenë që të gjithë ata gjyqtarë dhe prokurorë të cilët edhe në momentin që e kam promovuar këtë libër u kam shpërndarë atyre që të njoftohen realisht
me përjetimet e atyre grave dhe që nuk qëndron ajo histori e grave sikurse në dispozitivin e akte akuzës, që mu e paraqet prokurori. Por janë raste të cilat në mënyrë t'jashtëzakonshme të trondissin, sidomos kur kemi të bëjmë me femra të cilat ndoshta dhunën e parë fizike kanë përjetuar tash rrëfimin e parë në këtë libër. Gruaja që është përshkruar këtu është që dhunën fizike të parë nga bashkëshorti e ka përjetuar në vitën e dasmës. Dhe kjo ka vazhduar me vite të tëra deri në fund kur ajo ka mbledh guximin dhe e ka denoncuar rastin në polici dhe përfundimisht është ndarë nga bashkëshorti i saj. Këtu kemi rrëfime të cilat janë gra të cilat edhe kanë nivelin në master të arsimit. Do më thonë të gjitha nivelet kualifikimet arsimore. Kështu që ky libër mendoj që të gjitha ta lexues do ta kuptojnë, sidomos gjinja maskullore, do ta kuptojnë se si përjeton, si kalon në përsfida një grua deri në qoftë edhe me fëmijët e tyre bashkë. Edhe të gjitha sfidat të cilat i kanë përjetuar dhe që unë mendoj se do të shërbej si një mesazh shumë i rëndësishëm për vajzat e reja që mos martohen në mosha të hershme, të pavarësohen financiarisht dhe të mos lidhin martesa në kohë tepër të shpejta. Sepse këtu kemi gra të cilat kanë marrë vendime për martesë me bashkëshortet e tyre, të cilat ish bashkëshortet e tyre, për 3 javë, për 1 muaj, ende pa e njohur. Dhe që pastaj me kalimin e kohës edhe janë bërë viktima të tyre. Nuk kanë njohur, nuk kanë ditur ta menaxhojnë rastin, por njëkohësisht nuk e kanë pasur edhe mbështetjen e familjes. E qartë. Ka një gjë që i lidh krejt këto histori Erzan, të cilat i ke përpunuar në këtë libër? Ka një element të përbashkët që i bën vajzat ndoshta të durojnë dhunën? Elementi i përbashkët i gjitha rrëfimeve të këtyre grave është mungesa e mbështetjes së familjes, sepse kemi gra këtu që më kanë rrëfyer historitë e tyre dhe të cilët ndoshta deri në 5 herë janë kthyer tek familjet e tyre, se kanë mundur të durojnë dhe përsëri janë kthyer te ish bashkëshortet. Për shkak se presioni i prindërve të saj ndoshta përmirësohet, ndoshta ke fëmijë, nuk munden të mbajnë këtu në shtëpi bashkë me ne sepse ti je martuar dhe gjitha. Ky është faktori kryesor që këta femra, ndoshta edhe pas 20 vite dhe 30 viteve martesë, kanë marrë 30 vite martesë kanë qenë viktima të dhunës. Dhe të gjitha familjet e tyre kanë ditur për këtë gjë. Të rralla janë historitë këtu që janë njoftuar pasi që është denoncuar rasti në polici nga ana e gruas. Kështu që kryesore këtu janë edhe një faktor tjetër. Është pavarësia financiare. Tu kemi gra të cilat nuk kanë mundur të shkojnë jashtë shtëpisë së bashkëshortit të tyre sepse nuk kanë pasur mbështetje financiare. Kanë pasur fëmijë, nuk e kanë pasur mbështetjen e familjes dhe ata detyrimisht janë detyruar që të durojnë dhunën e bashkëshortëve dhe çdo herë që ata janë kthyer tek familja dhe sërish janë kthyer te bashkëshortet e tyre, bashkëshortet e tyre e kanë fituar një krenari se nuk ke ku të shkosh dhe prapë je kthyer tek unë. Dhe ka vazhduar ndoshta në një ritëm edhe në intensitet edhe më të lartë dhuna fizike dhe psikologjike që i kanë ushtruar bashkëshortit të tyre. Dua të theksoj faktin Rita që qysh në fillim u deshte dhe ta them që ky libër përmban 14 rrëfime të grave, të cilat janë intervistuar në përqendrat trehimore të gjitha regioneve të Republikës së Kosovës. Do me thënë janë mbajtur intervista, fillimisht unë dua këtu përmes emisionit tuaj ta falenderoj dhe ti falenderoj të gjitha udhëheqëset, drejtoreshat e qendrave trehimore të gjitha regioneve të Republikës së Kosovës, të cilët kanë bashkëpunuar jashtëzakonisht shumë në marrjen e këtyre intervistave, njëkohësisht në përgatitjen psiqike të grave, të cilat i kanë pasur faktikisht si të gatshme kur kanë shkuar në përqendrat trehimore për të intervistuar. Ata kanë qenë të vetëdijshme që janë duke marrë fyer jetën e tyre, por që edhe unë i kam siguruar që dhënat e tyre do të jenë konfidenciale. Këtu secili rrëfim që është përfshirë, është përshkruar, është në fund të monografisë me inicialet e emrit dhe të mbiemrit dhe pas zbuluar asnjë detaj tjetër me të dhënat e tyre personale, por që janë përshkruar në mënyrë artistike rrëfimet e tyre, në mënyrë kronologjike, nga familja e tyre deri në ditën e fundit kur ata e kanë mbledhur guximin që ta denoncojnë rastin në polici.
dhe përfundimisht janë larguar nga shtëpia e bashkëshortëve të tyre. E kanë gjetur, po thua që përderisa janë intervistuar në strehimore, do të thotë që të njëjtat kanë marrë shërbimet të cilat shteti i ofron, ose të paktën duhet t'i ofroj. Këto gra, do me thënë, cilat janë arsyet e raportimit, çfarë i shtyn në moment të fundit që të marrin këtë vendimin final për të raportuar rastin edhe pas si thua 30 viteve durim edhe dhunë? Një numër i madh i rasteve këtu që i kanë intervistuar për shkak të dhunës brutale që ka deri në tentim vrasje. Do të thënë kemi këtu gra që kanë qenë viktima të 5 tentim vrasjeve nga ana e bashkëshortëve të tyre. Dhe shumica prej tyre bile në rrethurin e parë që kanë përshkruar këtu në libër, është që ajo ka qenë duke bashkëshorti i saj ka qenë duke hedhur nga kalaja e qytetit poshtë dhe ka braktisur në mal. Dhe ajo s'ka pasur më si të shkoj në shtëpinë e tij si të kthehet. Dhe përfundimisht është kthyer ashtu e gjakosur në shtëpinë e prindërve të saj, edhe që këto janë, do të thënë, deri tek vrasja ka kaluar, deri tek tentim vrasja. Do të thënë, ato janë arsyet kryesore që i kanë shtyr këta gra që ta denoncojnë dhunën ndoshta edhe pas 30 viteve. Se kanë duruar dhe gjithmonë ekziston një pikë ku përfundon durimi i një personi dhe ata përfundimisht kanë qenë në gjendje të jetojnë në rrugë, po vetëm të shpëtojnë nga ish bashkëshortët e tyre. Disa prej tyre që unë i kam intervistuar në qendrat strehimore janë gra të cilat ende pas strehimit të tyre në qendra strehimore kanë qenë të kërcënuara. I kanë vazhduar kërcënimet nga ana e bashkëshortëve të tyre. Por mund t'ju them se në Kosovë në të gjitha regionet që funksionojnë qendra strehimore ka një siguri të jashtëzakonshme, një bashkëpunim të jashtëzakonshëm të qendrave strehimore me policinë edhe qendrat për punë sociale, ku kemi aty gra që jetojnë bashkë me fëmijët e tyre, fëmijët vijojnë shkollimin, por njëkohësisht edhe gratë janë të punësuara, disa prej tyre vazhdojnë punën dhe kthehen në qendrat strehimore ashtu sikurse jetojnë nëpër shtëpitë e tyre. E kanë atë komoditet. Kështu që unë lirisht mund të them se qendra strehimore sigurisht që ka nevojë për përmirësime, mirë, po për momentin e ofrojnë një mesatarje të kushteve të këtyre grave dhe një siguri ndaj tyre, sepse nuk do të thënë qysh në fillim të strehimit të tyre nëpër qendra strehimore, ata kërcënohen nga bashkëshortët e tyre, vazhdojnë kërcënimet, por ekziston një lloj sigurie në ato qendra që i mbron në një farë. Këtu desha dhe të ndalem pak Erzante institucionet, sa në Kosovë kryen punën e tyre. Ne i hulumtojmë shumë në Maqedoni, kemi një seri shkrimesh për atë se si funksionon, ndihma financiare, strehimoret, qasja psikologjike, ndihma juridike, gjithçka do të thënë që përfshihet te dhuna. Sa institucionet realisht e bëjnë punën e tyre në Kosovë, që nga policia, apo sepse ndonjëherë riviktimizohen viktimat në momentin kur e raportojnë rastin në polici vetë nga policët? Porita, tash fillimisht një grua e cila është viktimë e dhunës në familje e lajmëron policin, e denoncon rastin në polici, por që sa ekziston ai efikasiteti i policisë, po qoftë edhe prokurorisë dhe gjykatës është diskutabile në Kosovë. Për shkak se këto është një mekanizëm, një politikë e gjykimit edhe shqyrtimit të rastit, vetëm në të cilat parabukimit të personave të cilat janë të padenë dhe që e kanë kryer veprën. Gjë që unë mendoj që nuk është shumë e duhur ajo. Ata e denoncojnë rastin, pastaj nëse deklarohen pranë policisë që nuk kanë se ku të shkojnë, ata në koordinim me qendrën për punë sociale menjëherë dërgojnë në qendrat strehimore me qëllim të sigurimit të jetës së saj. Pastaj është një procedurë e hetimit tek prokurori i shtetit, i cili pas mbledhjes së provave paraqet kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit të personit i cili dyshohet se ka kryer vepër penale në familje, dërgohet në paraburgim 2-3 muaj, del e pranon fajin, mirë po rita këtu duhet të theksoj faktin që kemi gratë që minjëherë brenda 24 orëve që e denoncojnë rastin, do të thënë bashkëshortin e tyre që ka kryer vepër penale në familje,
ata dëshirojnë që të pajtohen. Do thënë, ky është problemi kryesor që ne ballafaqohemi edhe si avokat, po edhe në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, prokurorët e shtetit dhe gjyqtarët. Tash ekzistojnë shumë faktorë që një grua e shtyr. Po, pikërisht. Që të pajtohet me person, me bashkëshortin. E para është, ekziston mundësia që kërcënohet në mënyrë të vazhdueshme nga bashkëshorti, se edhe po të del nga burgu, kur të del nga burgu mund ta vrasë. E dyta, gruaja nuk ka mbështetje financiare. Ajo e denoncon rastin, por nuk ja merr mendja që ai rast, domethënë, bashkëshorti shkon në burg, ku do të shkojë? Sepse ka mungesën e përkrahjes, nuk është e punësuar, familja nuk e pranon në shtëpi, s'ka mbështetje financiare, ka fëmijë të cilët duhet të rriten, kanë shpenzime financiare. Do thënë, ky është problemi kryesor me cilin ne ballafaqohemi. Dhe ne si avokat nuk kemi çfarë të bëjmë, Rita, sepse vjen gruaja, thotë që unë dua të tërhiqem nga ndjekja penale. Edhe përkundër faktit që tërhiqet nga ndjekja penale, personi nuk lirohet, të nuk përjashtohet nga përgjegjësia penale, po e merr dënim më të ulët, sepse qëllimi, ju e dini edhe me ligj familjes së Kosovës, qëllimi kryesor është që të ruhet familja si një institut shoqëror. Mirë po, tash edhe gjykata kur të pajtohet bashkëshortja dhe deklarohet në gjykatë si e dëmtuar se tërhiqet nga ndjekja penale, pa i treguar arsyetë, vetëm se deklaron që unë e kam falur, në disa raste gratë deklarohen që unë i kam pas fajet. Do të thonë, unë kam qenë ai problemi, unë nuk kam gabuar diçka dhe për këtë arsye ai nuk ka goditur. Do të thonë, kryesor është problemi që ballafaqohemi ne është kjo. Dhe kur të tërhiqet e dëmtuara nga ndjekja penale, dihet juristët e dinë që gjykata i shqipton një dënim më të ulët, ajo është një rrethon lehtësuese, që mirë, po kemi edhe raste që qëndron deri në fund, ku fal institucioneve, qendrave strehore, që gratë të cilat nuk kanë se ku të shkojnë, nuk kanë se ku të strehuar, ata i strehojnë, aty derisa ta bëjnë një zgjidhje. Sa aty ndryshon numri i të strehuar vazhdimisht. Unë ku kam organizuar intervista në qendrën strehimore në Mitrovic dhe në Pej, në ato momente kur unë kam caktuar terminin që të intervistoj gratë, nuk ka pasur asnjë grua. Por që ndoshta edhe pas një jave janë strehuar 2 apo 3 gra. Vazhdimisht ndryshon numri varësisht prej rasteve të paraqitura. E qartë. Çfarë të kalon më tepër përshtypje nga këto rrëfime, Erzan? Derisa e ke bërë këto intervista, me që i ke takuar vetë viktimat, ke qenë në rend të parë, do me thënë, i ke takuar nga afër, u ndjen atë emocionin, u ndjen dhimbjen, ndjen gjithçka që ato kanë kaluar. Sa e vështirë ka qenë kjo personalisht për ty fillimisht, sepse edhe njerëzit cilët punojnë me viktimat të dhunës kanë nevojë për një mbështetje psikologjike të shtesë, sepse nuk është e lehtë, po edhe çfarë të kalon përshtypje? Rita, intervistën e parë e kam bërë në qendrën strehimore në Prizren, në qenë se këto dhe punoj edhe jetoj. Kam qenë një gjendje shumë të rënduar psikologjike në momentin që kam hyrë në qendrën strehimore, ku në mure i kam parë vizatime të fëmijëve të cilët janë të strehuar aty, dhe punët fundore që i kam bërë gratë aty, çanta të punuara, dhe që kanë qenë të destinuara për shitje. Dhe rrëfimin e parë që kam marrë në qendrën strehimore në Prizren e kam marrë në mes latëve, të drejtën ta them, në mënyrën më të thjeshtë, sepse gruaja e parë që e kam intervistuar, më ka treguar që është rritur në një ambient të vonë. Do me thënë, fëmijëria e saj i ka kaluar në dhunë. Do me thënë, duke e parë babain e saj, duke e rënë nënën e saj. Do me thënë, po ashtu edhe dhunë ndaj saj nga prindërit. Do me thënë që ka vazhduar kjo edhe në martesën e saj. Dhe kjo më kalon përshtypje më së shumti, sepse të gjitha shumica e grave, të cilat më kanë rrëfyer jetën e tyre, nuk e kanë pasur fëmijërinë shumë të lumtur. Kanë qenë vazhdimisht të edukuar në një sistem patriarkal, ku dhuna fizike dhe psikologjike ka qenë evidente edhe gjatë në familjen e saj, do me thënë biologjike, dhe që ka vazhduar. Por më pas, do me thënë, ku kam vazhduar në intervistimet të tjera, vetëm se psikologjia ime u mësua me ato rrëfimet e jashtëzakonshme dhe edhe trishtuese që mi kanë dhënë gratë, edhe që në mënyrë më të qetë e kam
kam arritur ta menaxhoj situatën. Domethënë, kjo fëmijëri, kjo mënyra se si janë rritur ata gra në një familje jo të shëndosh, ka lënë një përshtypje negative të jashtëzakonshme, sepse atyre, domethënë, fëmijët të cilët janë të mësuar me dhunë, një farë forme edhe kur të martohen në jetën e tyre në vazhdim, ata në mendjen e tyre një farë forme dhe e legalizojnë dhunën, dhe ju duke ndoshta edhe normale, sepse ata janë rritur në një ambient ku e kanë parë vazhdimisht babain duke rënë nënën e tyre. Andaj që kjo është ajo pika kryesore që më ka lënë përshtypje shumë negative Rita kur i kam marrë këtë rrëfime dhe i kam përshkruar në libër. Edhe është shumë interesante. Më intereson nga ana tjetër, Erzan, risocializimi këtyre grave. I ndajnë ose i ke pyetur nëse i kanë ndarë këto histori me dikën tjetër, ndonjë tjetër viktim të dhunës, çfarë i kanë ndihmuar ato gra të ecin përpara? Me rrëfimet që i ka marrë në këta 14 rrëfime, të gjitha janë gra të cilat pas ndodhë, pasi që e kanë denoncuar rastin, kanë njoftu familjet e tyre. Ose disa prej tyre kanë qenë që i kanë njoftu, kanë kthyer, po jo në detaje, me ato tentimvrasjet edhe me ato rrjedhjet brutale që kanë shkaktuar. Këta gra, sepse në secilin rrëfim që është përshkruar këtu, është specifikuar qartë edhe ëndrat e tyre që i kanë pasur qysh në familjen e tyre, edhe synimet e tyre që i kanë për jetën. Të gjitha kanë rrëfyer një ëndër të ngelur në gjysmë që i kanë pasur gjatë kohës kur ata janë martuar, gjatë familjes së tyre dhe që nuk kanë mundur ta realizojnë, dhe synimet e tyre për jetën. Të gjitha gratë të cilat më kanë rrëfyer jetën, ata pas gjithë këtyre sfidave, dhunës fizike, psikologjike që i kanë përjetuar, ata janë forcuar në një farë forme, edhe mentalërisht, po edhe fizikisht, për ta vazhduar jetën, sepse të gjitha nga ata kanë fëmijë. Dhe ata janë paraqitur të forta, po ashtu kanë tentuar që ta vazhdojnë jetën për shkak të fëmijëve të tyre. Kështu të gjitha këto gra, me gjitha këto rrëfime, i kanë treguar qartë edhe sfidat që i kanë përjetuar, po edhe synimet e tyre, qëllimet e tyre që i kanë për jetën e tyre në vazhdim. Të cilat më kanë bindë që secila grua është e fortë dhe që ne mund të përballemi me çfarë do lloj problemesh në jetë. Po momentin që jemi nana, bëhemi nana, ne jetojmë për ta. Dhe jemi në gjendje që ta harrojmë dhe i kalojmë çdo sfidë dhe çdo problem në jetë për t'i edukuar dhe ruajtur fëmijët e tyre. E di çfarë më intereson, Erzan, a e ka parë dikush dhunën që këto gra e kanë përjetuar? Sepse ne shumë shpesh dhunën e konsiderojmë si çështje private, si çështje që ndodh brenda 4 muresh dhe është punë personale, nuk ndërhyjmë në të. Ndërkohë që fëqinjët, familjarët e tjerë, njerëzit, shoqëria cilët janë prezent dhe shohin këtë dhunë, realisht mund të bëjnë shumë për të ndihmuar. Të kanë treguar nëse dikush e ka parë dhunën që kanë përjetuar këto gra dhe a kanë reaguar ose jo? Po, Rita, një grua e kam pasur këtu, e kam rrëfim që dhunën e tyre, domethënë nga britmat e gruas gjatë ushtrimit të dhunës nga ana e bashkëshortit të saj, denoncimin e rastit e kanë bërë fëqinjët. Domethënë vetëm në një rrëfim, fëqinjët e kanë lajmëruar policinë. Jo gruaja e cila ka qenë viktime dhunës në familje, dhunës fizike nga ana e bashkëshortit. Kjo çështje mendoj Rita që duhet të diskutohet shumë, sepse ekziston, nuk e di se si qëndron në Maqedoni, mirë po në Kosovë është një mentalitet shoqëror që secili person, dhuna në familje është e vërtetë që e konsiderojnë që është personale dhe duan që të përzihen. Dhe nuk e lajmëroj policinë, është çështja e tyre, pse ta lajmërojnë policinë. Unë mendoj që kjo mendësi duhet të ndryshojë, sepse ne nuk kemi sigurinë e jetë. Sot mund të jemi shumë të lumtur, nesër mund të jemi viktim të dhunës, viktim të ndonjë tjetër vepje penale, dhe që ne duhet të vedisohemi që të jemi faktikisht si policë të vetvetes edhe të tjetrit. Nuk është çështja që t'ja lëm çështjen policisë, sepse policia nuk mund t'i kontrollojë të gjitha shtëpitë se çka po zhvillohet në ta. Duhet të denoncohet. Sado që është dhunë, duhet të denoncohet dhuna e shen një problem, dëgjon britmat e dikujt, duhet ta lajmërosh policinë sepse ajo mund të fillojë me goditje me grusht dhe të përfundojë me vrasje. Kemi shumë raste tash në Kosovë, nuk di si është në Maqedoni, në Kosovë kemi vrasje të grave,
të cilat pas vrasjes së tyre, pas vdekjes së tyre, të ndalën në shesh dosja e tyre penale nëpër gjykata, qoftë edhe neglizhenca e gjykatave, dhënien e urdhër mbrojtjeve. Do thënë kemi gra që janë viktima të dhunës në familje ku nuk kanë urdhër mbrojtje. Dhe ata janë ndoshta edhe më të rrezikuara, sepse momenti që një gruaja ka urdhrin e mbrojtjes nga ana e gjykatës, atë në një farë forme bashkëshorti tenton që t'i qëndrojë më larg, edhe pse kemi nga ata të cilat edhe i shkelin urdhrat e mbrojtjes. Mirë po ku nuk ka një grua urdhër të mbrojtjes, në prokurori nuk ekziston ndonjë dosje, ndërsa ajo është viktimë e dhunës në familje me vite ndoshta, dhe që nuk e ka denoncuar për shkaqe të cilat edhe i ceka edhe më herët, qoftë sociale, qoftë ekonomike. Kështu që po, një rrëfim vetëm e kam që është denoncuar nga ana e fëmijëve. Mirë po, mendoj që duhet të ndryshoj kjo mendësi në shoqërinë tonë dhe secili të jetë faktikisht mbrojtës i tjetrit, sidomos gratë për gratë. Definitivisht. Mendoj që gratë duhet të jenë përkrahëse të grave. Jo në momentin që të dëgjojnë se Mendon që ky libri jot ndihmon pikërisht në këtë faktin që nëse dikush e lexon e sheh që nuk është vetëm, e sheh që ka përjetuar edhe dikush tjetër një gjë të tillë dhe ka një zgjidhje, ka një rrugdalje nga kjo situatë? Po Rita, definitivisht mendoj që ky libër do të shërbejë dhe qëllimi kryesor i këtij libri ka qenë lehtësimi, sidomos i vajzave të reja. Sepse martesat e hershme, mungesa e shkollimit, mungesa e pavarësisë financiare janë këta pikat kryesore të cilat këto nuk të garantojnë që nuk do të jesh viktimë e dhunës në familje. Mirë po një farë forme në momentin që ti goditesh apo dhunohesh fizikisht nga bashkëshorti, ti e ke atë kapacitetin tënd ekonomik dhe social që të largohesh nga shtëpia. Sepse je e pavarur, mund ta krijosh një jetë për veta dhe për fëmijët e tu. Më thënë, kjo është një pikë kryesore që t'i vetëdijsojnë vajzat e reja, të pavarësohen financiarisht, dhe se martesa në moshat e hershme, unë e kam thënë edhe gjatë intervistave tjera që marr pjesë. Po vazhdimisht e them që martesat e hershme, në moshat e hershme janë martesat të cilat nuk po e generalizoj rastin. Mirë po unë mendoj që martesat e hershme janë ato pikat kyçe që të bëjnë të jesh ndoshta edhe viktimë, të jesh e palundur, sepse kemi këtu gratë të cilat janë martuar në moshën 15 vjeçare. Atëherë kur ata nuk kanë qenë të vetëdijshme as për obligimet në martesë, po as edhe qëllimin e martesës në një institut shoqëror. Kështu që unë mendoj që ky libër do të shërbejë si një udhërrëfyes dhe një mesazh për të gjitha vajzat e reja, për të gjitha gratë, ndoshta ata të cilat janë viktima të dhunës në familje, që t'i motivojë që ata ta denoncojnë rastin në polici dhe të përcaktoj një segment të tyre të jetës dhe që të mos lidhen vetëm për një person, sepse jeta nuk rrotullohet, bota nuk rrotullohet për rreth një personi. Duhet të jemi të vetëdijshme, të jemi të vetëdijsuara, të punojmë mbi të gjitha, të pavarësohemi financiarisht dhe të arrijmë të marrim vendime të vetë. Jo të na ndikohen apo të nënshtrohemi personit tjetër. Sepse momentin që nënshtrohemi tek personi tjetër, ne faktikisht bëhemi robja atij personi dhe vendimet i marrin mbi bazën e tij. Kështu që të mësohemi që të marrim vendimet vetë, të veprojmë vetë, të punojmë, të pavarësohemi në mënyrë që qoftë edhe jeta nuk kemi sigurinë e jetë. Mund të rritim edhe fëmijët bashkë, ne mund të jetojmë vetë si një gra. Jemi nëna dhe kemi kapacitetin e mjaftueshëm për ta vazhduar jetën vetë, Rita. Ku mund ta gjejnë librin njerëzit cilët janë të interesuar, Erzan? Është në shitje, është prezent dikund, mund të na sjellësh në Maqedoni nëse ka interes, si qëndron situata? Po sigurisht që mund të sjell në Maqedoni, libri është botuar nga shtëpia botuese Pena në Prizren, është në shitje në shtëpinë e botuese Pena, por të gjitha mjetet të cilat do të mblidhen nga shitja e librit, do të jepen në qëllime humane për qendrat primore të Republikës së Kosovës, se ata operojnë në Republikën e Kosovës, sepse qëllimi i botimit të këtij libri nuk ka pasur aspekt financiar për mua, por ka qenë komplet human dhe aspekt të vetëdijsimit të grave. Kështu që po, nëse ka interesim në Maqedoni, jemi në gjendje ta sjellim edhe në Maqedoni, por dua të njoftoj që ky libër është promovuar nga ana e USB-s në 16 ditësh në aktivizmit të viktimave të dhunës në familje, me 7 dhjetor të vitit 2024,
edhe tani është interesimi i tyre që ta përkthejnë edhe në gjuhën angleze, dhe që do të shpërndahet nëpër Evropë, besoj, dhe në gjuhën angleze të kenë mundësi që ta lexojnë edhe të tjerët. Erzan, unë të falenderoj shumë që sot ke gjetur kohë të jesh pjesë e emisionit të mëngjesit për të realizuar këtë intervistë dhe për të na dhënë informacione cilat konstatoj unë dhe mendoj që janë shumë të nevojshme për të ndarë, sidomos për një realitet të grave që për cilën pak flitet, sidomos në media. Kështu që të falenderoj shumë. Faleminderit shumë Rita për dhënien e hapësirës. Unë jam hapur edhe për intervista të tjera që ta jap kontributin tim, edhe të shkëri ti këmbejmë përvojat profesionale me qëllim të vetëdijsimit edhe ndryshimit, pak a shumë kontributin në ndryshimin e mentalitetit të shoqërisë. Faleminderit Rita shumë. Definitivisht. Faleminderit shumë ty, mirupafshim dhe pash një ditë bukur. Mirupafshim Rita, faleminderit shumë. Mirupafshim.